Vendosni një hudhër në vesh, rezultati është befasues. Hudhra është një përbërës i përdorur kudo në botë dhe në gatim, fal aromës shofore dhe shijes së saj të mirë. Hudhra ndihmon në përmirësimin e funksioneve të sistemit imunitar. Nëse sëmureni shpesh, atëherë shtoni hudhër në dietën tuaj. Është një ide e mirë. Përveç kësaj, hudhra konsiderohet si një antibiotik dhe agjent antiinflamator shumë i mirë. Prandaj është shumë efektiv të vendosen një thelbi hudhër në vesh për të lehtësuar problemet e dhimbjeve të shpeshta të kokës dhe të veshit. Kjo gjë është mirë të bëhet përpara se të flini dhe ta lini hudhrën gjatë gjithë natës në vesh. Si të përdorni hudhrën për të parandaluar këtë komplikacion? Prisni një thelbi të vogël të hudhrës, e mbështjellni atë në pjesën me një letër. Vendosini hudhrën e mbështjellë në kanalin e veshit, mos e shtyni shumë. Thjesht lëreni siç duhet, siç vendosni edhe kufjet dhe mbani kështu për 15 minuta. Rezultatet do të jenë mjaft të mira sa të merrni lehtësime derisa të merrni trajtimin e specializuar nga mjeku.